të thuhet shpesh, pa dashur të ndajmë edhe në gjeografi, ku diun zona të veçanta, po janë se tani goca të marrin mbiemrin e burrit tylli. Çunin, mbiemrin, kush do ta trashëgojë mbiemrin? Dhe mos ato që s'kan as çuna xhaxhallarësh, ku diun e kanë problem shumë. Po mjafton të shikosh se si reagojnë kur marrin vesh që është djalë dhe si reagojnë kur marrin vesh që është vajzë. Po megjithatë kjo disi ka filluar. Ka filluar, po. Kjo i takon një emisioni tjetër. Po, sigurisht. Të zbehet. Shqyr po i ndryshojmë pak dot kuptimet për këtë. Jemi në fakt në 6-7 minutat e fundit të programit, sa e kam tepruar me kohën sot, por është tema shumë e bukur. Kam një apel në fakt, dhe dua ta ndajmë bashkë në këto 7 minuta të fundit. Unë shpeshherë ndeshem, është ndoshta çështje mentaliteti, mbase njerëzit nuk e bëjnë me të keq, po nga dëshira që kemi për të futur shumë hundët në punën e tjetrit, kemi një çifti për shembull pa fëmijë. Ha mama, po ju çfarë bëni kështu? Ndërkohë që ne nuk e dim. Nëse janë, s'parja mendojnë të kenë fëmijë dhe ai ka kushtet dhe e dyta. A janë të afta, a mund ndo të bëjnë. I lëndojmë ashtu. Si mund t'i lëndojmë ne njerëzit? Unë kam dëgjuar shpesh, kam dëgjuar së fundmi, madje e drejtuara dhe një vajzë 23 vjeçare, a thua se ishte 103 dhe iku jeta pa bërë një fëmijë për shembull, duke e lënduar dhe duke i bërë krahasime me të afërmit e saj që shiko filani. E kam shumë të rëndësishme këtë për ta ndarë. Edhe do ta nis kështu se e kisha këtu biseda, do ta nis te, është shumë e rëndësishme. A duhet të vendosë njeriu vet kur do bëj kalamaj? Dhe ta kuptoj më vonë, a mundet apo jo? Se edhe mua po ma thuar këtë. Të gjithëve, nga ty fillon. Unë jam gjithmonë ta kesh vetveten në dorë. Në dorë, ta kesh jetën tënde në dorë, mos lejosh domethënë që të ndikojnë aq shumë, të sigurisht kesh modelin tënd primar, të mirë, që i bazohet familjes tënde, po edhe nëse nuk e ke pasur familje të shëndetshme, nëse shëndetshme ato normalen që themi neve babi nëna, nëse për arsye nga më të ndryshmet ti nuk e ke pasur atë model, ta krijosh siç e do ti. Me familja është pikërisht aty ku ti ke zemrën tënde. Te fëmia jot, tek prindrit e tu, tek shoqja jote, tek ajo krijesa që nuk është njerëzore, por që t'jep kaq shumë ngrohtësi. Pra është familja pikërisht, domethënë është ky model, është modeli më pozitiv që njeriu krijon botën e tij. I Alban Sarova të pyes si ka emrin çuni? Beko. Apo ka emrin ka një emër të ngjashëm me gjyshin, po kështu, me babain tënd. Se do ta ketë shumë kujtim të bukur kur të rritet. Do thotë, hajde çfarë fëmijë vip jam. Është folur në televizion për muaj që kur isha me muaj. Se shpol pak, ja. Di, po do ketë kujtime shumë të bukura pra, kjo është shumë e rëndësishme. Do të vendosi vetë një familje se kur do të ketë fëmijë? Jo, sigurisht. Për çdo gjë një familje vendos vetë. Edhe kur do ketë fëmijët, edhe si do t'i rrisë fëmijët, edhe sa mirë do t'i rrisë fëmijët që është më e rëndësishmja. Ajo që them gjithmonë në këto panele ku flitet për familjen, për fëmijët, është që të uroj të gjithë njerëzit që nuk e kanë ende një familje ta krijojnë sa më shpejt siç ata e duan, dhe ata që e kanë ta ruajnë fort dhe atë strofë të vogël që mund të jetë familja edhe me shumë veta, ta quajnë si botën e tyre më të bukur, më të jashtëzakonshme, si bekimin më të madh që ju ka sjell nëna natyrë. Nuk ka si familje. Duhet të jetë gjë shumë e lezetshme në mbrëmje kur dikush të përqafon ose ti e përqafon atë. Kur ti kthehesh me vrap në shtëpi sepse të kanë munguar për kohën që ke qenë në punë, për kohën që ke qenë diku në dyqan apo ku diun se ku, ti kthehesh me vrap, të merret fryma nga dëshira për t'i parë dhe kur hapet dera dhe shikon njerëz të dashur, qofshin pak apo qofshin shumë, janë të tutë dhe gjë më të bukur nuk ka. Kur martohet një burrë dhe një grua, lidhja e tyre. Kur martohet një burrë dhe një grua. Po. Po qartë. Ajo desha të them është marrëdhënia parësore. Ajo është një familje e re. Aty tani merren vendimet, jo për fëmijët që s'ka kusht tjetër t'i marrë vendimet, por edhe për ku do jetojnë, si do jetojnë, çfarë vendimesh do marrin për shtëpinë e tyre. Këtu është forumi kryesor i familjes, burri dhe gruaja që fillojnë familjen e re. Kështu që nuk ka diskutim, pavarësisht se jetojnë në kontekstin një familje më të gjerë, duhet respektuar kjo njësi si një gjë e re. Por ne si shqiptarë nuk duhet të mërzitemi kur na nxisin që të bëjnë më shumë fëmijë. Ne si shqiptarë kuptojmë që nuk jemi në Amerikë, as nuk jemi në Gjermani ku kjo mund të jetë e papranueshme. Ne e dimë që jetojmë në një ambient ku
fusim hundët shumë tek punët e të tjerëve. Kështu që mund ta superojmë duke e ditë këtë lloj kulture. Të mia u them që e kam pushim sot. Por parimi është i padiskutueshëm. Po shikon se këtu ndërhyn jo vetëm po ti pse s'po bën një fëmijë, po edhe ua sa shumë fëmijë ajo të tretin, ua të katërt. A edhe kështu, edhe kundërta. Prapë kapele, prapa kapele. Entela do ta mbyllim bashkë. Po, është e vërtet që shumë njerëz natyrisht nga dashamirësia, nga dëshira për të parë ty sa më mirë, ta urojnë. Do me thënë, ata mendoj se të urojnë ashtu dhe atë bëjnë realisht. Shumë mirë, të urojnë, po se kërkojnë llogarisë. Forma se si ta kërkojnë këtë gjë, nuk është ajo nxitja për cilën ti ke nevojë. Sepse hera herës ajo mund të ngacmojë një ndjesi të tënde të brendshme që mund të lidhet me një paaftësi tënde për të sjellë në jetë. Mund të lidhet me një pamundësi që ai tjetër nuk e kupton fare. Dhe kjo dashamirësi, dashje pa dashje lëndon disa ndjenja që ti nuk ke nevojë ti lëndosh e ti prekësh, dhe nuk e pse t'ia lejosh gjithkujt, se kjo ndodh jo me një njeri, po këtë ta thon shumë njerëz. Për shembull, edhe mua më thon shpesh, tani kanë gjetur një formë pak më alternative se më thonin, nga që unë ua kam thënë ja dy personave që kjo është një gjë shumë private, s'mund të më drejtohesh kështu. Tani kanë gjetur një formë tjetër që mua më pëlqen, se e lidhin pak a shumë me profesionin, thonë, kur të na bësh një fëmijë se na është rritur shumë mosha mesatare pallatit. E kuptova. E kthejnë problem social. Po, e bën para përgjegjësisë. Kur ma thonë mua, më them pritëritën vetë. Ju falenderoj të pesëve që ishit këtu. Ka qenë shumë kënaqësi biseda me gjithë secilin prej jush. A kam edhe një mesazh të fundit, nëse fëmijët apo prindrit nuk u shfaqin dashuri me puthjen dhe me përkëdhelje, kjo s'do thotë që ata si duan ose ju si doni ato, po thjesht jeni pak të ftohtë nga pikpamja e dukshme dhe evidente e shprehjes së dashurisë. Natë e mirë, falenderoj gjithë që ishit me ne. Faleminderit.